Sot në Gjakov u mbajt edicioni 22 i aktivitetit Park Fran Gjakova që kësaj here ju kushtua ndërgjësimin për parandalimin e kancerit të gjirit. 10 pjesëmarrës u bashkuan në vrapim simbolik, duke treguar mbështetje dhe solidaritet për gratë që po përballen me këtë sëmundje. Të pranishëm në aktivitet ishin edhe gratë nga organizata Javlen të jetosh, të cilat ndanë përvojat të tyre dhe përcollën një mesazh të fuqishëm për guxim, shpresë dhe mbështetje. Për ne është një kënaqësi shumë e madhe, sidomos tani që në këtë muaj në roz, shumë prej institucioneve, bizneseve edhe grupeve tjera na kanë përkrahje të madhe edhe janë solidarizuar me ne. Kjo nuk është vetëm solidarizim për ne, mirë po është për të gjitha gratë të cilat duhen të kenë vëmendje edhe të kujdes për shëndetin e tyre. Ne sot jemi të lumtura edhe veç një pjesë e vogël jemi se tashti kanë marrë dhe tjerat, kështu që i falenderojmë shumë për këtë organizim vrapus. Edhe një falenderim tepër i madh shkon për juve për TV Syrin, të cilët jeni përkrasit e kryesor në lidhje me sensibilizimin dhe njoftimin e grave të cilat duhen të kenë vëmendje dhe kujdes për shëndetin e tyre. Ju falenderit shumë që jeni prezent gjithmonë edhe jeni afër nesh. Po ashtu organizatori Park Fran Gjakova, Stilian Hoda, tregoi se ky aktivitet është organizuar me qëllim për t'i mbështetur gratë që po përballen me kancerin e gjirit. Tetori, i cili karakterizohet për dëgjësimin kundër kancerit të gjirit, kemi vendosur që gratë Javlen të jetosh, gratë e organizatës Javlen të jetosh, t'i ftojmë edhe t'i përkrahim në mënyrën që ne mundemi, edhe besoj që gjithçka shkoj si të bukur. Sa ka qenë si t'jene edhe këto sot mesin e juaj? Me sa poshtë, gjitha janë shumë të falenderuese, për ndryshe kënaqësi s'është, por është mbështetje edhe besoj sa ma shumë njerëz që i mbështesin edhe ndërgjegjësimi do të jetë ma efikas. Në fund, pjesëmarrësit mbajtën shiritat roz si simbol i shpresës dhe përkrahjes, duke përcjellë mesazhin se bashkimi dhe vëdjesimi shpëtojnë jetë.